do të flasim për zhvillimet politike, marrëveshjet mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Për një kohë të gjatë nuk kishim asnjë, kishim protesta, kishim bojkot, kishim kërcënim me largim nga kuvendi dhe në fund fare tani kemi dy marrëveshje shpejt brenda asnjë jave, jo brenda 5 ditëve, por të firmosura brenda një jave në dy seancat e parlamentit. Gjithashtu kemi ambasadorin e ri që po përgatitet të vinë në Shqipëri, ambasadorin amerikan, por edhe plot zhvillime të tjera nga spaku dhe drejtësia në pritje, të cilat do t'i komentoj me avokatin Gjuçen Zhdima, drejtues i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndes dhe të falenderoj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, avokat. Po presim ambasadorin e ri amerikan dhe disa etet i kanë kap ende e pa ardhur, ndoshta nga pikat dhe piketat që ai vendosi në Senat gjatë shpalosjes së programeve, mund ta themi të tij, për atë që kishin plan të bënte nëse do të marrë miratimin e Senatit për ta arrestuar. Kemi të bëjmë me një general eriguent, lejtnant me gradat më të larta, i cili ka marrë pjesë në operacione drejtuese në front në lindje, në Afganistan, në Irak, diçka e tillë, andaj. Por në Shqipëri tani ka mjaft pritshmëri për ardhjen e tij, avokat. Ju keni folur për linjën amerikane, ndoshta tani nuk do ta kemi më nga Athina, po direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet kemi parasysh që unë sapo kam marrë informacion të saktë dhe të qëndrueshëm, pavarësisht se disa individ kanë iluzione që ky ambasador do bëjë gjëra shumë të mira për vendin ton, por unë jam i bindur që ambasadori do bëjë punë për vendin e tij që përfaqëson në Shqipëri. Për ata që mendojnë në interesat është ideja, mos na përputhen interesat e dy palëve. Përfitojmë dhe jo, as bëhet fjalë. Ambasadori është vendosur për arsye se në 2027 me sa flitet do të bëhet samiti NATO-s në Tiranë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Departamenti Amerikan i Shtetit ka dhënë mendimin tek presidenti Trump që të vendoset ky ambasador për shkak të nevojës urgjente për sa i përket samitit në rast se do të realizohet, sepse ka mundësi që edhe samitet të mos të realizohen për arsye të tjera, por duke qenë se gjithmonë kur planifikohen samite realizohen në vende të caktuara, ashtu siç është edhe Shqipëria që ka rradhën për të zhvilluar samitin e NATO-s, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe linja Trump bëri një kompromis mirë që të pranohet, patjetër pse jo, ajo që ne themi vazhdimisht, pakti midis ambasadorëve dhe ambasadës amerikane ose më mirë Departamentit Amerikan të Shtetit dhe linjës Trump për të përfaqësuar Amerikën një person i cili ka lidhje me ushtrim dhe pse jo do të presi të gjithë delegacionet e huaja në Shqipëri dhe do jetë pothuajse personi që do monitorojë qeverinë shqiptare bashkë me administratën e NATO-s për të organizuar samitin në Tiranë, gjithmonë në rastin konkret që çdo gjë do jetë në rregull në rajonet në botë, që nuk do të ketë një anullim, por duhet keni parasysh gjithmonë që Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk intereson kush është në krye të qeverisë, intereson thjesht të mbarojnë punën e tyre për të bërë samitin, sepse samiti në Tiranë tregon qartësi mesazh në Ballkanin Perëndimor dhe jo vetëm, por dhe në Serbi dhe në Rusi, sepse dihet qartësi që Ballkani Perëndimor nuk duhet të ketë influencë ruse. Avokat, ai aty foli për Portoromanon, foli për SPAK-un, foli për bashkëpunim me SPAK-un. Gjuat që ju për bashkëpunim me qeverinë apo kjo nuk kuptohet? Apo na përfaqëson SPAK-u tani? Shiko, duhet keni parasysh diçka. Prandaj thash në hyrjen time. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe linja Trump kanë bërë kompromis që politika dhe agenda e Departamentit Amerikan të Shtetit të shmëri përsa i përket kasetës së mëparshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin reformën në drejtësi. Është investim amerikan, ashtu siç thuhet, tani nuk e di, se do të shikojmë buxhetin e shtetit ton
sa kemi marrë dhe sa po harxojmë me reformë në drejtësi, a janë lek shqiptare apo janë lek amerikane. Tani kjo është një diskutim tjetër, uroj që një ditë të dalë dhe zbarret e vërtet ashtu siç duhet. Për sa i përket pyetjes tuaj, duhet të jemi realist dhe korrekt me opinionin publik ashtu siç kemi qenë vazhdimisht. E mbani mend ju që thash zyra e Afinës, që është ambasada, do ketë koordinim me zyrën e Tiranës. Edhe ndolli edhe ky rast, po gjithsesi qytetarët të gjykojnë vetë. Për sa i përket pjesës tjetër të kasetës që çdo ambasador do të thotë për drejtësi, sigurisht po, sepse lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit organizuar janë pothuajse në strategjinë e çdo vendi, përfshi edhe pse jo edhe Shqipërinë, por ne e dimë shumë mirë që kjo gjë është harruar nga zoti Rama për shkak të paktit të tij me elemente të ndryshme të botës së krimit, që kjo nuk është tash e them, është provuar vetë edhe nga drejtësia e tij, që i ka përdorur dhe në fund fare i ka telendisur duke i çuar në si statistik tek drejtësia e tij. Prandaj flitet qartë për një kasetë, unë jam i bindur që ambasadori i ri do t'i shërbejë shtetit të tij, po mos harrojmë faktin që politika shqiptare, besoj se kësaj radhe do të jetë pak më e rezervuar lidhur me ambasadorët, ose me ambasadorët në fjalë, sepse dhe zoti Rama nuk duhet të kuptohet nga populli shqiptar që do të ketë disa vështirësi të vogla, përfshi dhe jo pse edhe Porto Romanon, sepse diçka nuk ka shkuar mirë edhe atje. Porto Romanon ai, po tani ta kam thënë besoj, shtypi frenat, shtype gazin, pasojat janë të tua, të doli nga Senati, po nuk e besoja. Po kishte edhe nga ata që i thanë që mos bëhet pjesë e klubit, do bëhet pjesë e klubit të gjatëve. Po, mos harro edhe një fakt tjetër, ambasadori amerikan që do vi, sigurisht do të respektoj protokollet, do të shkojë te presidenti i Republikës, do të shkojë tek kryetari i qeverisë, do të shkojë tek kryetari i kuvendit, do të shkojë tek institucionet kushtetuese, por shiko tani se si do duket në rast se ai është me të gjatët dhe merret me pushtetin, në rast se nuk do shkojë te Sali Berisha. Pra, në rast se ambasadori amerikan vjen edhe fillon edhe vazhdon lojën e Yuri Kim, dihet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në total tani e tutje do kenë një qasje tjetër lidhur me opozitën në Republikën e Shqipërisë. Te Berisha nuk shkon ai sepse është non grata. Po në çdo moment non grata për mua ka ikur që në nëntor të 2025. Amerikanët flasin me letra. E ma menti, të kam dhënë unë një informacion dhe po shko ta kërkosh në sistem, nuk e gjen. Unë jam i bindur që në një moment të caktuar vetë administrata do të reflektojë dhe besoj ka reflektuar, po thjesht të ndikuan shumë luftra ose ndërhyrje të ndryshme që ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe politika ndërkombëtare, sepse e mamen mos gaboj që të kam thënë me ardhin e Trumpit, një vjeçarin e parë, siç ishte, dhe një vjeçari i dytë, pra mandati i radhës, do të merret me Ballkanin Perëndimor. Pra, samiti i NATO-s në Shqipëri 2027 nuk kupton epokën e re të Shtetit Bashkuar të Amerikës lidhur me zhvillimin e politikës së saj në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pra, një ambasador për Ballkanin më shumë. Po është një ambasador Ballkani sepse edhe mënyra se si ata kanë vepruar duke emëruar sigurisht që jep qartësi një pothuajse në anë profesionale, sepse në rastin konkret ju keni një ambasadore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Afin, e cila ka drejt për së drejti komunikim me Trumpin, po kur them drejt për së drejtin është sikur flas unë me ty, më kupton? Alo, si ja kalove mirë? Pra, këtë lloj komunikimi ka me zotin Trump dhe nuk ka pse të shkojë të flasi me departamentin amerikan, në departamentin të shkojë të njoftoj presidentin, kur shkojë më lajmi ka ikur koha, ndërsa nga ana tjetër ke një person i cili është në fushën e tij profesionale, i cili është edhe ushtarak dhe kur do të ketë një problem të mundshëm në Ballkanin Perëndimor, sigurisht që edhe ky ambasador do të jetë e gatshëm të komunikojë edhe me kolegen e vet në Athinë. Pra,
Por u shmang i qika e Cazani u shmang, nuk kam djenita për investimin e presidentit familjes. Edhe një herë, Cazani për mendimin tim mund ta kam thënë, po se besojnë shqiptarët, sepse shqiptarët besojnë tek ajo që çfarë shkëlqen është Flori, po gjithsesi është punë, është koncept individual pastaj kjo sa Flori është, sa vazhdon Flori të shkëlqej kur është thjesht jo Flori, por ju duhet keni parasysh diçka shumë të thjeshtë për opinionin publik, që të kuptohet. Ne si shqiptar vdesim për lajka. Pra nga amerikanët. E përdori dhajt, do ju thoja, Skënderbeu na bëri çik qefi. Po, ne patriot jemi 28-29, kaloi 28-29, hajde Amerikan, Gjerman, Turk, këtu, hajde bot çdo shpirti, hajde Juri Kim edhe na thu nga mis deri në dark pralla. Tani, duhet keni parasysh diçka shumë të thjeshtë. Mënyra se si procedohet me rastin e një ambasadorit amerikan, kësaj radhë do jetë pak ndryshe, por ambasadori amerikan nuk do të përfaqësojë, edhe një herë po e them, që mos ta harrojmë, interesat e zotit Trump. Zoti Trump është në mandatin e fundit, nuk ka pas ti asnjë person që mund ta zëvendësojë në aspektin e ardhjes familjare. Zoti Trump dihet që në rast se do të vinë demokratët amerikanë në pushtet, do të ketë shumë, pothuajse për mendimin tim, luftë të madhe, sa i ka hapur shumë vatra zjarri, dhe mos harroni se asnjë ambasador nuk mund të fusë veten e tij në burg për interesat e familjes Trump. Mirë, zonja Yuri Kim shpëtoi sepse pati mundësinë të shpëtonte, por zonja Kim, për mendimin tim, para se të vinte në Tiranë, kishte bërë dhe gabime të tjera në vendet e tjera. Ja falën, po në fund fare i thanë që ti nuk meriton të jesh pjesë e Departamentit Amerikan të Shtetit. Por, si Yuri Kim, në çdo moment mund të ketë në Republikën e Shqipërisë si ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës. A është ambasadori zotëria që do vi? I tillë nuk e di sepse duhet ta shikoj nga afër në kuptimin çfarë lëvizjesh do bëj. Në rast se ky ambasador do bëj lëvizje sipas interesit të grupeve të saktuara, se fillimisht do ta shikoni, tako këte, putha atë, përfaqëson këte, shkon atje, thot Shqipëria e mirë, shkon tek në Kruj, shkon në çdo vend, pra ta shikoni ambasadorin, sa i mirë është ky, e kupton? Nuk e di sa është mandati, 3 vite duhet të jetë edhe ky. Bravo. Avokat, por mund vinë me ndonjë dosje nga deja në xhepa e apo mund mos vinë me një dosje? Sepse ai aty foli për kartelet, tani ai në gjë e dinte ose ja kishin thënë atij. Për mendimin tim, edhe një herë, kartelet e drogës janë politike linjës Trump. Mirë, nuk ka lidhje fare kjo ngjarje që ju po citoni me ka ardhur ambasadori të thotë një emër konkret. Edhe një herë, asnjë ambasador nuk thot një emër konkret. Çdo ambasador do thotë luftoni krimin organizuar, drogë, kartelin e drogëve, pra është një kaset që e kanë lancojnë vazhdimisht, është si puna e policëve, që këte kanë krimin organizuar rreth e qark, edhe këte thënë ne po parandalojmë krimin dhe këtu ndallen vrasje prasere. Pra, ajo që unë them tek ju që të kuptohemi qartësi është që deklarimet e tij janë deklarime thjesht interviste. Kur të vi të shikoj këtu realitetin me sy, do të shikojmë qasje tjetër. Në rast se direktivat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë do bësh çfarë të çojmë ne në Telegram, sigurisht është një punë tjetër që është e diskutueshme, por unë mendoj që për politikën shqiptare, ardhja e këtij ambasadori do të jetë goditje për politikën shqiptare. Nuk e lidh fare me Spaku. Spaku do bëj këtë goditje. Më dëgjoj pak kush është goditja e Spakut. Vjen ambasadori amerikan kur të vi. Spaku do vazhdoj aksioneve, se nuk ka ndalesë. Dhe kur ambasadori amerikan shkon bën një vizitë, thatë Spaku do veprojnë me manualin e partisë. Pra, do justifikohen në sy të shqiptarëve që ne po bëjmë aksion se kemi tani mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më kupton? Pra, loja që do luhet do jetë shumë më e madhe se sa mendohet. Pra, Braho do përdori emrin
ose takimin e Amerikanit, ose ma Amerikanin, ambasador, si kur po e bën ai në porosit të këtij, që mos të duket edhe të shfaqet Edi Rama nga ana tjetër. Pra, e kuptoni çfarë shplarje përpiqen të bëjnë brenda SPAK-ut dhe brenda ambasadës amerikane në Tiranë, që të spostojnë vëmendje sikur SPAK-u është kapur nga amerikanët dhe jo nga Edi Rama. Ndërkohë është te krete ndryshmja. SPAK-u është përdorur qëllimisht nga Edi Rama kundër kundërshtarëve politikë dhe jo vetëm kundër, por edhe atyre që Rama ka përdorur dhe ka flakur në momente kur nuk i ka dashur më. Pra, unë besoj se ambasada amerikane duhet të jetë më e kujdesshme me atë që ne themi vazhdimisht truri shqiptarit të shpik edhe gjëra të pa qena. Avokat, ne do flasim sërish. Normalisht që do ta marr miratimin nga Senati apo jo, kur të vi plan projekt 4 pika që ai tha zbatimi e tjera, por tani do kalojmë tek çështja e marrëveshjes, sepse ambasadori vjen, po këta tanët këtu i gjen shumë mirë, i gjen në një marrëveshje, në 2 marrëveshje së bashku. Edhe sot dua të çoj një mesazh tek ata të cilët besojnë që te Partia Demokratike nuk bëhet marrëveshje. Avokat dhe diçka, ai mund të vijë dhe mendoj listë non gratash me vete, të tjera. Listën e ka gati ai. E ma menate afatin që dha Rubio për shkak të Iranit, u shty. Se ai ishte ajo. Iku Marsi. E ka me vete, listën e ka me veten, por për shkak se ndodhi lufta në Iran, dhe edhe Izraeli ishte edhe aty që ajo gjithmonë bën ai gjëm aty në lidhjen e mesme. Tani duhet keni parasysh që sigurisht që situata nuk është mirë për asnjë nga palët politike. Edhe një, prandaj jo thash në fillim, në palët politike përfshi personat të cilët kanë qeverisin vendin dhe personat të cilët mund të jenë deputet, po nuk kanë qeverisur, pra nuk kanë qenë pozicione ministrore, po janë deputet. Pra, sanksionet do jenë për këta. Pastaj, sanksionet do ketë edhe për biznesmen, të kesh parasysh. Ka një gazetar aty, avokat? Ka gazetar, ka dhe gjyqtar, ka gjyqtar dhe prokurorisë, edhe prokurorisë të posaçme ka njerëz, po nuk do të dalin tek ata ashtu. Dalin ndryshe. O do ta bësh, o do ta bëjmë. Po shiko tani, gjyqtar ke edhe të gjykatave të zakonshme, ke shumë pothuajse, se kanë shku shumë denoncime për emra konkrete. Ata po bëjnë kanë kaluar detimin dhe s'duhet ta kishin thënë. Avokat, ata po bëjnë kërdim, duket se syt janë gjithë te GKO-ja dhe te SPAK-u, ndërkohë që poshtë bëhet nami besoj. Edhe një nami bëhet, po dëgjoj tani, njerëzit mendojnë sikur u bë vettingu dhe këta këtu gjykatës dhe prokurorët janë të pastruar, të gjelbruar kështu me lavazh shumë radh. O ti duhet të kesh parasysh diçka që situata e korrupsionit në Republikën e Shqipërisë është sofistikuar. Kur dikur ndodhte korrupsioni hapur, sot ndodhet në mënyrë të sofistikuar. Pra kush është më i rrezikshëm? Një korrupsion që ndodh aty për aty, apo një korrupsion i cili ndodh në mënyrë të rregulluar, menduar mirë dhe organizuar? Pra i rrezikshëm është ai që është organizuar. Do t'i bëjmë shërbimet online edhe aty, avokat, që mos keni kontakte me qytetarin fare për të shmang rradhë. Po prap, edhe sikur ta bësh online, përsëri do gjendet ilaçi antiplumb. Tani marrëveshjet, avokat, si u duket? Ku do përfundojnë? Ku po shkojnë me këtë marrëveshje? Dua të çoj një mesazh drejt për drejt tek çdo demokrat dhe demokrate, të çdo njeri që beson që Partia Demokratike nuk bën marrëveshje. Më falni, po këto nuk ishin marrëveshje, pse duhet ishte kilometri i fundit? Dhe ju lutem komentoni aty poshtë të na thoni si përkthehet kilometri i fundit dhe si përkthehet marrëveshja me protesta. Edhe unë pasi t'i lexoj, në një moment tjetër Dylbert, dalë përsëri te ty, edhe të shpjegoj dhe të analizoj tek publiku. Tani, jo, unë i bëra një pyetje dhe uroj që të japi një përgjigje, sepse dua ta bëjmë si bashkëbisedim me qytetarët.
Se duhet dhe unë të kuptoj, sepse ka mundësi që unë mund të paragjykoj. Presim komente. Edhe ka mundësi që dikush thotë në rast se Gylseni flet para kohe, pra paragjykon e bleu Rama apo shite Rama. A kupton se del tabela pastaj. Pra po duhet jesh gjithmonë aty. Bën marrëveshje Sali Berisha, fajin e Karama. Bën pak Sali Berisha, fajin e Karama. A kupton? Dhe kur se si faj nuk është tek Partia Demokratike, por kur ka faj Partia Demokratike, fajin e ka opozita në tërësi. A kupton? Kjo është loja e radhës. Ka mos i Berisha avokat për këtë, se ai mund merret me hallat e partisë tani se do zgjidhet kryetari për zgjedhjet. As bëhet fjalë, ai është kryetar atje dhe as bëhet fjalë për diskutimin e kryetarit apo jo të Partisë Demokratike. Por ajo që unë po të them ty që është shumë e rëndësishme për të kuptuar është që ne duhet të jemi realist me atë që themi dhe duhet ta themi ashtu siç duhet. Tani, të dashur miq, tani përfshi të gjithë qytetarët, jo vetëm demokratë që kisha thjesht për demokratën një komunikim, edhe qytetarët e tjerë. Shikoni, në politikë ka marrëveshje. Unë e kam thënë vazhdimisht dhe jam i kthit mendimit. Ka marrëveshje, por nuk mundesh nga njëra anë të thuash ky është bandit dhe nuk bëj pakt me këtë, dhe nga ana tjetër me këtë banditin shkon edhe ulesh dhe bën marrëveshje. Tani, o do thuash unë do ta bëj marrëveshjen me këtë bandit, mirë, po nuk do sakrifikoj popullin tim dhe antarët e mi të bën statistik dhe të goditen nga një polici militante. Ose unë nuk do bëj kur marrëveshje me këtë njeri dhe do shkoj në çdo palë zgjedhje, po pa këtij njeri t'i dhënë shpresën që të shkoj në Bruksel vetëm të bëj negociata për Bashkimin Evropian. Pra, ka shumë llojshmërish propozimesh që Partia Demokratike për mendimin tim nuk e kuptoj çfarë po bën dhe nuk e di në të vërtet apo bën diçka që duhet bër, apo po përgatit diçka që duhet të ishte bërë më përpara, po për shkak të gëzimit që do marrim pushtetin, do vi populli për tek ne s'kemi pse shkojmë te populli. Opozita duhet shkojë te populli. Jo populli të shkojë te opozita. Këtë duhet kuptoj Partia Demokratike dhe partitë e tjera politike. Më kuptove që po të them. Këtë duhet të kuptoj. Jemi lodhur kilometri i fundrit, mashtrimi i fundit. Jemi lodhur. Avokat, me kaq shumë mashtrime. Nëse çdo marrëveshje përkthehet në pazar. Komentoni, se më pëlqen komenton. Po. Sigurisht presim komentet dhe këmbvështrimet e gjithë atyre që na ndjekin, sepse nëse çdo marrëveshje do përkthehet në pazar, cili është pazari tani që e ka mbytur Berisha? Edhe një herë po ta them, të ketë marrëveshje, thjesht po mos ta mashtrojnë. Dua transparencë zotri. Ore dua ta çoj 101 deputet o vlla. Jo të luaj. Dua pragun o vlla. Sa e do? 7 pragun. Po duku tall me ne mor. Sa do bëj reformë territoriale? Do t'ja çoj 30 bashki që të fitoj Rama të gjitha. Do t'ja dhuroj. Po ta thot, ta thot. Këte po kërkojmë të Partia Demokratike. Dhe mos të thot Partia Demokratike që Rama vjedh zgjedhje kur ata nuk janë ban prapanica të kenë një rival kandidat. Edhe njëherë po ta them. Qëndrimi im për non gradën që kanë bërë Sali Berisha është e drejtë, pra nuk e heq asnjë fjalë. Që ka qenë politik dhe procedimi penal i ka qenë politik. Po kjo nuk mund të justifikohet që ti bësh ndere dhe qoka e Edi Ramës. Mirë, avokat, Lamur Noka, Bylykbashi, Vokshi, gjithë këta nuk kanë dalë në pension, Paloka, gjithë këta. Avokat, tani unë këtë s'kuptoj. Çfarë fiton Berisha nga prandaj si kupton, prandaj është kjo situatë që është në Shqipëri ashtu. Çfarë fiton Berisha? Pazari që ka mbyllur. O zotri, edhe një herë po të them, pazar ka në politik, dua transparencë, çfarë pazari do bësh? Pra do shkosh në qeveri teknike apo jo? Se po të shkosh në qeveri teknike, i vetë poshtë kilometri i fundit, sakrificat e protestuesve, të gjitha këto mashtrime, kjo quhet mashtrim. Kështu quhet, kështu përkthehet mashtrim. Pra jo marrëveshje po mashtrim. Tani,
Mashtrim quhet. Sepse ti i thua nuk bëj pakt me Edi Ramën, dhe ti shko ulesh më. Thjesht vetëm që nuk je gjunizuar. 2 herë. 2 marrëveshje brenda javës. 2 marrëveshje brenda javës. A kemi thënë ne këtu, se këtu duhet ta themi këtë, që do ketë pakt? A thamë paktin e 2024-s? Para 2 muajsh në bisedën e fundit që ne kemi prekur këtë çështje që po përgatitet diçka, po zihen diçka. S'bët fjalë, mos them çfarë do bëhet në korrik, atë avulloj totalisht. Edhe fajin e ka kush? Në korrik do ata që shitën te Edi Rama dhe jo ata që bëjnë çoka Edi Ramës. Në korrik do kemi edhe 2 marrëveshje tjera. Mos them ç'a marrin leje ndërtimi dhe mos them tjera ç'a bëhen pastaj. Është e tmerrshme zotëri. Dhe mos qahet Partia Demokratike që është në pushtet. Për mendimin tim në pushtet është. E di pse është në pushtet Partia Demokratike. Sot të gjithë demokratë të zhgënjur nga Sali Berisha janë bërë inspektorë edhe që janë bërë tek Partia Socialiste. Me kryeinspektorin e fjalën. Ore, si quhet kjo? Që iku nga PD-ja tek PS-ja dhe nga PS-ja është qeveria dhe mori inspektoriatin e gjithë inspektorëve. Pra, e kupton në cilën situatë jemi. Pra, jemi në një bashkëqeverisje e cila është e ngadalë për të perceptuar tek populli. Pra, populli nuk e kupton, sepse populli, dëgjoj këtu, se duhet tek njerëz që na ndjekin dhe kanë respekt dhe kemi respekt. Jo, i le luajnë, s'ka lidhje. Dëgjoj tani. Bashkëqeverisja bëhet gjithmonë me veprime që militantët e tu i shgënjen fakti që dikush ikë nga ty dhe shkon tek tjetri dhe quhet një shitje, po në të vërtetë është një bashkëqeverisje. Për shembull, ti e PPD-n të protestonte ku bën emrimet e Banka e Shqipërisë? Ata janë vetë aty, kanë familjarët. Pra, e kuptove tani, kjo quhet bashkëqeverisje. Kur u emëruar një komisioner, këtë merre ti, atë marrun. Pena i në revolt. Ti pe tek avokati i popullit ndonjë revolt, pa ishte revolt mashtrimi. Ku? Pra, ti je deputet dhe i jep ke firmën njërit aty dhe se di çka ke firmosur, pra ti i papërgjegjshëm. Pra, ti në sy të publikut na tregove që je një person i papërgjegjshëm, që ke dhe i rrezikshëm, që dhe ke firmën kudo. Avokat, për ndryshuar këtë situatë, ju keni bërë disa propozime të rëndësishme në kuadër të fraksionit Reforma Reale dhe Partia Liberal Demokrat. Po, pritani se nuk e mbarova unë atë pjesën. Pra, ne tani kemi propozuar bashkë me Bashkimin Liberal Demokrat, ashtu siç e kam thënë tek ju, që Reforma Reale do bashkëpunojë me çdo parti politike që kërkon të propozojë gjërat konkrete në politikë në vendit, pikërisht projekt ligjin për kodin zgjedhor në Republikën bashkë Bashkimin Liberal Demokrat. Dhe pikërisht kanë propozuar disa ndryshime, disa gjëra pozitive, depolitizimin e komisioneve zgjedhore, një administrim i mirë dhe pragu të ri 1%, të shkojmë nga një metodë tjetër për llogaritje të mandateve në metodën Said El Ague, që përkthen votën për të gjithë partitë politike ashtu siç duhet. Pra nga lama që kërkon 4%, ju thoni 1%. 1% dhe duhet mbetet 1%, po thjesht për llogaritja e mandateve të bëhet me modelin ose me metodën Said El Ague, sepse duhet të çfarë do të thotë kjo metodë avokat për gjithë ata që gjën? Pra janë 30.000 vota supozojmë, pjesëtimi do të bëhet me numra tek. Pse sot më bëhen 1, 2, 3, 4 sipas metodës të HOD. Pra, kjo tregon qartazi që duhet të zhduket metoda e vjetër që partitë e mëdha triumfojnë dhe duhet me metodën e re, Said El Ague, të japim dhe të hapet hapësira brenda drejtësisë elektorale dhe procesit zgjedhor
që të gjithë të jenë të lirë dhe të barabartë në një garë të barabartë dhe jo një garë të pa barabartë kur faktorët politik kryesor bën çfarë të shpirti. Përveç kësaj, kemi propozuar me Bashkimin Liberal Demokrat identifikimin elektronik në kohë reale aty ku ndodhet pra verifikimi i gishtit në ato momente të duket, në rast se nuk vërtetohet, nuk ke të drejtë të votosh, jo thjesht me firmë, me gishtin tënd të vendosësh firmën. Kemi lënë listat e hapura dhe të mbyllura, se për ne nuk ka kuptim lista e hapur apo e mbyllur, për ne ka kuptim prologaritja e mandateve në 162 i kodit të zgjedhor, sepse mandatet në fund fare përkthehen në vota, në numra. Në rast se ti nuk ke numrat, nuk ka që ti bësh listën a e ke të hapur apo të mbyllur. Edhe si kur ta lësh 100% të hapur, po nuk bën llogaritjet ashtu siç duhet, nuk përkthehen në mandate. Po ju që janë mashtrime janë këto për listën e mbyllur dhe të hapur. Ka mashtrime të rrallë. Jeni indërgjegjshëm që Rama me Berishën nuk besoj ti marrin parasysh këto. Ti mendon se unë kur e di rezultatin mendoj se nuk vazhdoj luftën dhe betejën. E mba mend besoj që ju mendonit se SPAK-u do t'ishte institucioni që do t'u besonte nga të gjithë shqiptarët dhe shqiptarët kishin shpresën e tyre te SPAK-u, dhe sidomos Partia Socialiste kur nuk do t'ishte kundër SPAK-u. Po ja më thoni rastin Balluku, kush ishte kundër SPAK-ut? Dhe kush e kishte thënë fillimisht që të gjithë këta do dalin kundër SPAK-ut? A kam qenë unë? Më falë, në rast se kam ndonjë problem? Më thënë, pra kam qenë dhe kam thënë të vërtetën. Dhe ky është drafti që do ta bën një ditë si Çeçua. Do ta bën këtë draft. Një ditë do detyrohen ta bën, sepse kanë mashtruar popullin shqiptar. Kaq shumë e kanë zhgënjur që të dy palët, mos them edhe ata të cilët janë pjesë e politikbërës në tërësi, te popull socialist demokrat me parti pa parti, duke i diktuar çfarë duhet të bëjë. Prandaj unë e lash edhe listën e fiksuar kështu siç është, edhe listën e hapur, që qytetarit po kapën pëlqim ndaj njërit, ta votojnë masivisht. Se edhe sikur ta lej të hapur totalisht, përsëri eliminoj disa të tjerë, grupe të tjera të interesit që duhet patjetër të vendosen në parlament. Pra, situata nuk është tek lista, është e prologaritja e mandateve. Në rast se ti shkon me pjesëtim 1, 2, 3, 4, 5, fiton vetëm partitë e mëdha. Në rast se ti shkon me shumën totale të votave dhe bën pjesëtimin e atyre votave në numrin tek, sigurisht fitojnë edhe partitë e vogla të tjera. Pastaj kemi vendosur dhomën e avokatisë, dhomën e noterisë dhe pastaj ligjin e profesioneve të rregulluar me ligj të posaçëm që ka disa kategori dhe i kemi vendosur qëllimisht që pasi të mbarohet dhe zaurohet gjithë lista e avokatëve dhe noterëve, të shkojë të mjekëve, të infermierëve, të mësuesve, të inxhinierëve, të mekanikëve, të gjithë atyre të cilët ka një ligj të posaçëm. Dhe komisioni qendror zgjedhor i bën ato që duhet të bëjë. Pra, për qendrën e votimit, qendra e numrimit dhe KZAZ-ja. Qendra e votimit dhe numrimit do jetë një, pra do të shkojnë komisionerët aty, në vendin ku do votohet, aty edhe do numrohet dhe do të përqendrohen disa qendra votimi në një godin të madhe, si janë shkolla, të cilat nuk do të ketë vetëm 2-3 qendra, por do të ketë pothuajse 4-5 qendra votimi dhe do ketë akses dhe mundësi që mos fiken dritat dhe të jetë me generator dhe të mos kemi ato defekte që kemi her pas here. Pra që mos tiki kutia fare nga qendra e votimit, të qendroja aty dhe do ketë sa më shumë vëzhgues partive politike në qendrat e votimit dhe mos bëhet ajo që marrin makinat në radhë edhe i çojnë nga vendi në vend. Dhe pastaj kemi kërkuar që në kodin zgjedhor të vendosen 101 bashki dhe këtë qarqe të vendosen 7 qarqe. Por kjo të përcaktohet edhe te kodi zgjedhor që mos të abuzohet vazhdimisht duke bërë ndryshime territoriale
dhe duke mos u prekur kodi zgjedhor. Pra, në rast se do të preket kodi zgjedhor, do preket edhe ligji territorial. Në rast se do preket ligji territorial, detyrimisht duhet preket edhe kodi zgjedhor. Dhe pastaj kemi vendosur në vazhdim të asaj që ne themi është edhe pjesa më e rëndësishme për mendimin tim, se vinë zgjedhjet lokale në 2027-ën, kryetari i bashkisë që do të kandidojë, në rast se në të dielën e parë nuk merr 50+1 vota, sigurisht nuk do të ketë mundësi të emërohet, por duhet të shkojë në balotazh në raundin e dytë dhe aty po mori 2 më të votuarit plus 50+1 bëhet ai që e fiton. Në rast se themi që nuk ka ndodhur, po nuk ndodh vazhdimisht, po të ndodhi ndonjëherë në miliarda, që ndodh barazim, sigurisht që përsëri do të shkohet në zgjedhje që të dalë ai që merr 50+1 ose shumicën e votave në raundin e dytë. Prandaj, këto ishin propozimet duke hequr totalisht numrimin elektronik dhe mashtrimet elektronike dhe duke pajisur komisionerët me tablet, me celular që të çojnë në kohë reale në KQZ rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Pra, të dërgohet në mënyrë zyrtare, por paraprake të dhënat ato që duhet të japen ndaj KQZ-s që t'i publikojnë në faqen zyrtare. Ky ka qenë propozimi jon dhe unë dua të falenderoj përmes jush Bashkimin Liberal Demokrat që pasi ju konsultuam në përrethe dhe vendosëm patjetër një analizë të duhur politike dhe elektorale. Pata fatin dhe kam fatin që vazhdimisht dalna përrethe për shkak të detyrës dhe këto takime janë bërë në vendet caktuara për shkak, për shembull, ishte në Sarandë, bëj një takim me antarë që kishte Bashkimi Liberal në Sarandë. Shkoja në Shkodër, takoja njerëz atje, pasi mbaroja gjyqet punët e mia, shkoja takoja njerëz atje. Në Gjirokastër po ashtu, pra kam takuar njerëzit në përrethe, kam parë situatën, kam dëgjuar çfarë ka ndodhur, e kam kuptuar dhe skanuar situatën dhe dolëm në këtë draft. Ky draft është pothuajse i vogël sepse ka pak nene, por në rast se marr të gjitha ato çfarë më kanë thënë ata, sigurisht që ky draft do të ishte me shumë faqe. Por kemi marrë pjesën më të rëndësishme që në fund fare, pasi të bëhet propozimi konkret ata që do të ta marrin si referencë, mirë, në fund fare, në rast se ky propozim nuk merret parasysh, mjafton që mos të preket kushtetuta. Në rast se preket kushtetuta, sigurisht do të ketë situata të tjera të cilat për mendimin tim do t'i shikojmë në të ardhmen. Por ne nuk themi kur pragun 4%. Jemi të ndarë me pragun 4% dhe me atë që e ka thënë pragun 4%, i cili për mendimin tim duhet të reflektoj. Edhe ja pa fat deri në fund të qershorit të ketë reflektuar. Për zotin Lapaj. Zoti Lapaj të reflektoj. Ultimatum, avokat, unë të falenderoj shumë edhe për gëzime për nismën. Unë ju falenderoj për ftesën. Edhe puna dhe nisma që ju keni hartuar, sigurisht është në dorë tani të mëdhejve, ata e vendosin fatin. Të falenderoj avokat për çështjet që trajtuam. Ata e vendosin fatin, por të keni parasysh diçka, ne duhet të propozojmë dhe mos të jemi pasiv, të jemi aktiv në atë që duhet patjetër shoqëria jonë që ka nevojë. Demokratizimi i Shqipërisë dhe i shqiptarëve nuk vjen nëpërmjet fjalive, po vjen nëpërmjet të shkruarës. Historia mbetet gjithmonë tek ajo çfarë është shkruar dhe jo ajo çfarë është thënë. Dhe prandaj ne duhet të jemi koherent dhe themi që po, Bashkimi Liberal Demokrat me reformën reale propozojnë një draft konkret. Tani, po të paragjykojmë çfarë do ndodhi për një çështje të caktuar, mendoj për mendimin tim nuk është gjë e mirë, por
ne propozojmë. Pastaj është në përgjegjësinë e partive politike parlamentare, në rast se nesër do t'i vidhen votat, mos na thënë që ma ban dimni se na shpëtonin nëpër media të thonin ai fjalë sepse në fund fare u dogjëm të gjithë. M'fal, po do të digjesh ti, digju për vete, por mos më merr edhe mua bashkë me ty kur ti nuk më dëgjon mua në momentin e dur. Mesazhi ishte i qartë. Kjo është e vërteta, ju falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit ju, nderuar avokat, të përshëndes.